Gati të godasim Shqipërinë me dron. Ishte ky mesazhi tronditës që erdhi nga zyrtar iranian në kulmin e tensioneve mes Iranit dhe Shqipëria. Deklarata kërcënuese u bë publike pas përplasjes diplomatike që shpërtheu mes dy vendeve, duke e futur për herë të parë Shqipërinë në retorikën e drejtpërdrejt ushtarake të Teheranit. Në atë kohë, autoritetet iraniane paralajmëruan se do të përgjigjeshin ashpër ndaj çdo veprimi që, sipas tyre, cenonte interesat e tyre. Kërcënimi me dron ngriti alarmin në Tiranë dhe tek aleatët perëndimor, ndërsa situata u pasi një përshkallëzim serioz në rajon. Edhe pse nuk pati veprime konkrete ushtarake, deklaratat ndezën debat të fortë mbi sigurinë kombëtare dhe rolin e Shqipërisë në skenën ndërkombëtare. Një episod që tregoi se si tensionet globale mund të prekin edhe një vend të vogël, duke e vendosur papritur në qendër të një përplasjeje gjeopolitike.